në pritje që të shohim atë që do ndodhë, por jeni bindur që ajo që do ndodhë është pjesë e reagimit, është pjesë e zemrimit që unë po e ritheksoj dhe po e cilësoj. Thash, sot është dita për të shprehur të gjitha të zemërim, sepse jo vetëm kemi një zbulesë korruptive, jo vetëm sot kryeministri, zëvendës kryeministri, antar qeverisë janë para fakteve dhe provat korrupsionit tyre, por kemi një veprim të njëanshëm tyre për të bllokuar drejtësinë, për të shpëtuar veten dhe për gjetur rrugë dhe mënyra për të krijuar tashmë një shtresë të paprekshme në Shqipëri, duke listuar dhe duke filluar nga kryeministri dhe duke vazhduar me të tjerët. Është një situatë që shqiptarët nuk mund ta pranojnë, e kanë kundërshtuar ndër vite, kanë kërkuar që të shprishet kjo ndarje e shtresave dhe kur shohin këto tentativa dhe që janë shprehje arrogancës së qeverisë të kapur në krim dhe korrupsion, atëherë reagimi i tyre normal në formë logjike është shumë i fortë nga atë shpritet dhe shumë reaktiv nga atë që mendojnë sot qeveritarët. Mirë, patjetër që do ndalemi edhe aty se drejtësia po ashtu ka prodhuar edhe shumë zhvillime dhe shumë në fakt kritik ose sido që mund ta quajmë apo edhe analistë shohin si një situatë shumë të favorshme në fakt